i zotit Kurti dhe mendoj që edhe në zgjedhjet e ardhshme, ky do të jetë qëndrimi i zotit Kurti, pavarësisht a e thot ai apo jo. Do thot dëshiron të qeverisë vetëm me pakicat jo serbe, ose të shkojë në opozit. Mendoj se është qëndrim legjitim, është çështje drejt e tij, është tjetër që as opozita në këtë moment nuk e ka shumicën, do thot, dhe nuk e ka as vullnetin për ta bërë qeverinë, sepse thjesht trohet pyetja çfarë i duhet opozitës një qeveri e cila do të funksionojë vetëm 3-4 muaj. Prandaj, normalisht që nuk shoh zgjedhje tjetër po zgjedhjeve, por jo siç po pohojnë shumica tani. Zgjedhjet tani para ose pas vitit të ri. Mendoj se do të jetë gabim nëse zgjedhjet mbahen tani, sepse gjasat janë shumë të mëdha që nëse para ose pas vitit të ri mbahen zgjedhje të reja, që ky raport i forcave të mbetet i njëjtë. Dhe ne prapë të kemi blokadë të sëriqme, sepse pos problemit të krijimit të shumicës për një qeveri,